Besimtarë të nderuar, jemi në muajin e Dhulhijhes, në muajin e fundit të kalendarit islam hijrik. Dhe në kuadër të këtij muaji, Zoti i Madhërisëm i ka përzgjedhur ditët e para të saj, respektivisht 10 ditët e para si ditët më të mira të vitit. Ne zakonisht dëgjojmë për mirësitë dhe vlerat e ditëve të Ramazanit, në veçanti të netëve të Ramazanit. Por shumë pak flasim për 10 ditëshin e parë të muajit të Dhulhijhes, në të cilin vetëm se kemi hyrë, e që realisht ditët e muajit të Dhulhijhes janë më me vlerë dhe më të shpërblyera, pra të veprohet në to, se sa ditët e Ramazanit. Netët e Ramazanit janë më me vlerë se sa gjitha netët tjera të vitit, por ditët e Dhulhijhes, konkretisht 10 ditët e parë të Dhulhijhes, janë më me vlerë se sa të gjitha ditët e vitit, madje edhe se sa ditët e Ramazanit. Për arsye se Allahu i Madhërisëm në Kur'an, para së gjithash, është betuar për vlerën e këtyre ditëve, duke thënë wal fajri wa layalin ashr, pasha agimin, pasha 10 netëshin. Shumica e dietarëve e komentojnë si 10 netëshi i 10 ditëshit të Dhulhijhes, të muajit të fundit kalendarik islam. E për ta konfirmuar edhe më këtë që po e themi, është hadithi ku Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam vetë deklarativisht ka thënë: "Ma min ayamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allahi min hadhihi al-ayam al-ashr." Nuk ka ditë më të çmuara, nuk ka ditë më të mira, në të cilat Zoti më së shumti e do veprën e mirë pe robit të tij se sa ky 10 ditësh. Pra, gjatë kohës sa ka qenë duke jetuar një prej 10 ditëve të muajit Dhulhijhes në jetën e tij. Madje dikush prej sahabëve i tha: "Walal jihad fi sabilillah", a janë edhe më të mira se sa të luftosh për hir të Allahut, në rrugt të Allahut, për të mbrojtur apo për të shliruar? Tha: "Walal jihadu fi sabilillah", madje janë më me vlerë se sa lufta për në rrugën e Allahut, qoftë për mbrojtje apo për shlirim. "Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi shay", përpos një njeriu që mund t'ja kaloj me vepër vlerës së këtyre ditëve. Kush është ai njeri? Tha: ai i cili del me veten e tij dhe me pasurinë e tij, pra sakrifikon jetën e tij dhe pasurinë e tij dhe çdo gjë e shkrin për hir të Allahut, nuk kthehet me asgjë. Vetëm ky njeri mund t'ja kaloj për nga veprimi vleror dhe i shpërblyer në 10 ditëshin e Dhulhijhes, në cilën aktualisht jemi.